Territori i Kosovës për datën 13 korrik 2026 do të karakterizohet nga një modë relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe alternime brandësirash të lehta që ditës nuk pritet reshje, ndërsa temperaturat do të jenë të këndshme dhe tipike për stilin e verës. Paraditja do të ketë një modë kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe brandësirash të pakta. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:02 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 27 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 26 gradë. Skënderaj 15 deri në 27 gradë. Pej 15 deri në 27 gradë. Prishtinë 15 deri në 27 gradë. Gjakov 16 deri në 28 gradë. Malishev 16 deri në 28 gradë. Gjilan 15 deri në 27 gradë. Ferisaj 15 deri në 27 gradë. Kaçanik 14 deri në 26 gradë. Suarek 16 deri në 28 gradë. Prizren 16 deri në 28 gradë Celsius.